kujtoj është ekskursioni që kemi pas. Liridona ka qenë shumë e zhvilluar, shumë e bukur, vetë natyra e kishte dhënë atë bukurinë. Ka qenë fëmijë gjallë. Nuk ka ndoshta ditë që nuk mundesh me taku dikant prej familjes. Pardje e kam taku vllahun, domethënë Kalimthi, vllahun e Liridonës, po rrita e fëmijëve të saj është gjithmonë breng. Në çdo pjesë të asaj ane ka karrjedh vet Naimi, që janë shumë të prekun, realisht, domethënë banorët e asaj ane që gjithmonë ma thojnë që neve na ka rënë një hije zezë. Të akuzuari Naim Murseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm. Të akuzuarit Kushtrim Kokolla i shqiptohet dënim me burgim në kozgjati prej 30 vite. Zonja Agjo, apo na tregon se çysh e pritet vendimin e satëm gjykatës themelore të Prishtinës? Sot mendoj që drejtësia e tha fjalën e vet, institucionet tona e dhanë vendimin e pritun, të pritun prej ndrodhpart familjes, prindërve të Liridonës, vëllezërve, motrave, po familjes gjanë, me gjithë ata, gjithë neve që e njoftëm për ju vetëm, gjithë qytetarëve të vendit, për te vendit tonë, për te republikës tonë, gjithandej ka pas shqiptar, cilët vërtet e kanë prit një vendim të tillë dhe unë vërtet mendoj që ky vendim i pritun është sadopak një lehtësirë për familjen e Liridonës, që më e pakta që ka mujt me ndodh, nga se dhimbjen për Liridonën asnjëherë nuk munden me shëru, asgjë nuk mund ta shëroj. Po ky vendim e lehton pak atë dhimbje dhe të paktën kur ata shkojnë të varri Liridonës e din që ajo prehet në atë vend, por rrita e fëmijëve të saj është gjithmonë breng për ta, sepse ata nesër mas nesër, domethënë uroj që të jetojnë e ta kujtojnë, domethënë ta kenë edhe kontaktin me ata që me familjarët po flas të Liridonës, në mënyrë që ta kujtojnë gjithmonë, ashtu siç e kanë pas një nanë të shkëlqyeshme, një nanë jo vetëm si nanë, si një vajzë shumë e zoja, shumë natyrën që e ka pas ajo personalisht, po megjithatë tham edhe një herë, ky vendim është edhe një mesazh për gjithë ata që mendojnë t'i bëjnë keq dikujt apo në ekstrem ta privojnë dikën nga jeta. Jetën mund të na merr vetëm Zoti, dhe askush nuk ka të drejtë që të mendoj e lema të kryejë një akt makabër siç ka qenë rasti i Liridona Ademajt. Po besoj që kjo ditë ka qenë emocionuese për shumë njerëz që kanë prit me padurim vendimin e gjykatës, po sidomos për juve që e keni njohur Liridonën. Edhe gjithashtu besoj që kjo periudha procesi gjyqësor ka qenë edhe ashtu si me ankth ndoshta, se nuk e keni pas ditur se çfarë vendimi ka marrë gjykata? Çdo ditë normal se nuk ka ndoshta ditë që nuk mundesh me taku dikant prej familjes Liridonës, nga se ne edhe jemi afër me fshatra ka jetojmë. Pardje e kam taku vllahun, domethënë Kalimthi, vllahun e Liridonës, Leonardin, edhe në çdo moment normal që ty të kujtohet. E ke përcjell procesin, ke mendu domethënë që kur vjen dita e fundit të këtij gjykimi, po megjithatë tham edhe një herë, ashtu siç ka qenë Liridoni, Leonardi në këtë rast, që ka qenë vërtet më i vogël i familjes, por më i pjekuri, nga se ka tregu ka çu një mesazh shumë të fortë, pa emocione, por ka përçu një mesazh të një familjari që ka kontrollu gjithmonë emocionet jo lehtë, por si më i ri i familjes, dhe ai edhe një herë tham ka qenë shembulli më i mirë se si i beson drejtësisë, por njëkohësisht mesazhin që ata gjithmonë e kanë përçu, se njerëz i kanë pas për vete. Domethënë, gjithandej qytetarët, njerëz për të anëve që janë interesu, edhe kanë pyet edhe kanë përcjell. Unë gjithmonë e tham edhe në çdo pjesë
të asaj ane ka rrjedh vetë Naimi, që janë shumë të prekun, realisht, dhe më thënë, banorët asaj ane që gjithmonë më thojmë që neve na ka rani një hije zezë, por në fakt, unë thamë që hija zezë nuk i bjen i vendi, po i bjen individit. Në këtë rast dhe ata që kanë përgadit terrenin, ata që kanë kryer aktin makabër, ata kanë marrë një vendim të drejtë nga gjykata, pra ata që cilin edhe kanë kërku. Edhe njëherë thamë që uroj që t'jetë rasti i fundit, por le t'jetë një mesazh edhe për ata që vërtet mendojnë ose kryen një akt të tillë. Uroj që të mos kemi kurrë pamje të tilla që asnjëherë nuk na fshihen nga memoria mbi gjitha skena e fëmijëve të Liridonës, nga se vërtet është dhimbje, është plagë. Nuk është diçka që mundet me ufshin nga memoria askujt, po edhe njëherë tham, le të jetë mesazh për gjithë ata. Familja Liridonës nuk kanë qenë asnjë moment vetëm, kanë pas gjithë popullin shqiptar pas vetës, kanë pas miq shok gjithanej. Liridona padyshim që është angel, ajo është në atë botë. Zonja Gjiu tregova që Leonardi ka qenë ai që ka marrë përgjegjësinë me përfaqësu gjithë familjen, si para media, si në proces gjyqësor, edhe nuk është që kemi pas rast me pa shumë edhe prononcime të familjarëve tjerë. Meqenëse edhe tregova që ju bjen me u taku me ta, ndoshta pa cenu shumë privatësinë e tyre. Ç'i kanë përjetuar ata këtë proces? Dihet që ka qenë i vështirë, mirë, po nëse mundesh me ndonë ai detaj ose ndaj fjali që ta kanë thënë ata në lidhje me përjetimet e tyre, sidomos tash që dhe fëmijët janë Suedi që po i mban shteti. Në drejtim asnjëherë, as nuk kam dashur, as nuk kam fol asnjëherë me ta, as nuk flas. Ka ditë që unë e kam pyet Liridonin nga se ne në shkollë e kemi një bluzë se cilin kemi kërku vazhdimisht drejtësi për Liridonin, me emrin e Liridonës edhe me mbishkrimin drejtësi për Liridonin, edhe e pyeti Leonardi, tham, një prej gjitha bluzave tjera që a ditë ne kemi po aty për aty, sa ka qenë rivarrimi i Liridonës, dhe thash Leonard nëse doni, ja wep, sepse kanë ndodhur që kanë marrë njerëz atë ditë, tash e kemi në shkollë, tha, sepse më thot mësuese, sepse kam qenë mësuese edhe aty, mësuesi si dush ti. Atëherë thash, po e majmë na. Pra, emri i saj, edhe njëherë tham, Leonardi e ka përfaqësu, jo vetëm familjen e Liridonës, po vërtet ka qenë një shembull prej ditës parë. E deri sot, ai ka qenë vetvetja, një njëri që i përgatitur, ndoshta i pjekun para kohe, sepse ai është moshatari i djalit tim të voglit, do të thënë, ata veç tash në këtë vit i bajnë 25 vite, e ka qenë pa i bo mirë 23 vite kur ka ndodhur rasti, pra po është pjek para kohe, po e ka përqu një mesazh që asnjëherë nuk ka folë me emocione, sado që ka kalu në për dhimbje shumë të madhe, cilën e kanë përjetu normal, mësë shumë të vetë familja, po edhe gjithë një tjerë që kemi një Liridonë. Edhe për fund, zonja Gjiu, e dim që ju keni qenë mësues e Liridonës, tash fatkeqësisht shumë njerëz janë njoftuar me Liridonën nëpërmjet vrasjes, nëpërmjet atyre që ka marrë jetën, mirë po apo na tregon ti një version tjetër Liridonës, kush ka qenë ajo? Më na përshkruaj se tregova që ka qenë vajzë shumë e harreshme, e qeshur, jashtëzakonisht shumë e mirë. Ata që unë gjithmonë e kujtoj është ekskursioni që kemi pas në klasën e 9, do të thonë, vërtet ka disa vajza që rriten para kohe, Liridona ka qenë shumë e zhvilluar, shumë e bukur, në vetë natyra e kishte dhënë atë bukurinë që nuk mundet më fshi prej memorjes tonë. Megjithatë ka qenë që ka rënë sy për shkak edhe të bukurisë së saj, edhe ka qenë fëmijë gjallë. Do të thonë, prandaj edhe ne në kolektivin tonë, me ish kolegët e mia të asaj kohe, edhe me ato që takohem, shpesh flasim për atë kohë kur ajo vërtet një vajzë që reflektoj me bukurinë e saj, me ato flokë që ashtu si që kemi pa dhe në fotografi, edhe gjatë publikimit të tyre pas martesës, po ashtu edhe si fëmijë e ka pas atë bukuri, pothuajse
pothuajse të njëjtë. Ajo sado që ka qenë non, atë bukurin qysh në moshë 3 e ka pas edhe deri në ditët e fundit të jetës saj.